Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli TV, Noli Show. Gjithmonë kam njerëz të botës të artit, por sot kam përgjedhur një personalitet 5 dekada në karrierë. Kur tham 5 dekada në karrierë, është shumë interesant, me qenë se e kemi të ftuar këtu zotëri Hajdar Feyzullon, grafist. Nëse pyet kush është grafist? Grafist është persone që e ka shtëpinë botuese. Që boton libra, boton diçka, edhe këta e kanë shtypshkronjën dhe shtëpinë botuese Lena Grafit. Atëherë është kënaqësi se do ta pyesim sot, besoj që do të nxjerrim edhe materiale, do ta pyesim se si ka filluar kjo punë, karriera tina, fëmijëria e tij, edhe kështu që kam nderin që sot do ta kemi edhe Hajdarin. Përshëndetje, faleminderit që keni në këto orë të bona që të jesh së bashku me mua këtu në Ulin, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si e ke kaluar sot edhe çfarë dite ka qenë sot te ju atje? Faleminderit shumë, përshëndetje ju dhe të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë në Amerikë dhe më gjerë me siguri. Zakonisht ditët e hëna për ne janë pak trona, nashta mu më duket nashta është po pushojmë shtun e dilë, tani e hona pak na duket si me ngarkesë. Po mirë, kryesisht mirë. Atëherë do dalë të pyet edhe dua të ma tregosh të vërtetën grafist. Grafist. Çka jeni kjo grafist? Për publikun dua ta na i shpjegosh pak e shoh. Faleminderit shumë. Kënaqësi për ata që nuk kanë dëgjuar ndoshta fjalën grafist, po për thelbin. Shko, grafist kuptimi i shtypit. Shtypi i mirëfillt fillon prej kohës së Johannes Gutenberg dikon vitin 1452-3 aty dikon, dhe njihet Biblia e tij me 42 rreshta. Thotë Johannes Gutenberg ishte i pari gjerman i cili i derdh apo e starton shkrimin me prej shkronjave të plumit, që fillon me një shtyp mirëfillt që aty startojnë librat, nashta kanë gjatë se janë botu në fillim ka 2 faqe e ka. Po megjithatë është ajo drita e gjelbërt e shtypit, do të dikun 600 vite. Pra shtyp aty është zanafilla e shtypit. Kur kom pas një fat që si fëmijë, po them kushtimisht si fëmijë, sepse nashta kalova me njerë pak larg, ku ishim në temën e grafistit, por kom pas atë fat që kom kalon në për këtë rrugtim të grafistit. E në grafik, tash nuk guxojmë me i largu tash mos herëm këtë temë, në grafik kemi vetëm 3 lloj tipografish. O shtypi i rrafsht, ky që i përdoret në offset, në fotokopi, në printer, o shtypi i rrafsht. Po kemi edhe shtyp të thellë, shtypi i thellë dhe shtypi i ngritur. Vetëm do të 3 lloj tipografish kemi. Mund të kemi reklama të ndryshme, mirë po këto 3 janë njihen. Kjo është grafisti. Atëherë do të kthej pak, do të shkojmë fëmijëria jote. Si ka qenë? Nga vjen, nga cili vend? Unë vi nga zemra e Drenicës, fshati Ljubovec, që mesjet është quajt Libonezi. Unë nga njëherë shkuj me nofkën Libonezi. Dhe tash një pjesë e rinisë të libonezëve kanë filluar ta quajnë libonez më bukur, po e tingëllon libonezi, sepse Ljubovec edhe vërtet nuk ka ndaj kuptim. Kështu që dhe një si historisë i mirë besoj që jam, sepse kom lexuar vetëm atë punë që kom dashur, po kur për provim jo. Shkollat e juve, ku kanë qenë, edhe është mirë të ndalemi pak të zanati i organeve. Kështu, pasi mbarova 8 klasën se Ljubonezi ishte një fshat i vogël dikun me 70 shtëpi. Ne kishim vetëm 4 klasë në Libonez. U deshte me vazhdu në Prekaz, Prekazi është një emër i njohur, vend tash po e quajmë Ishajt. Adem Jashari kisha shë klasë, mos harrojmë. Dhe do thotë edhe ju keni nderin. Po. Se jeni me shokun e klasës e Adem Jasharit. Do thotë ajo gjenerat ishim kom pas faci për klasës 5, dhe kur nuk e harroj se kishin larguar nga shkolla prej Prekazit Tëlt,
në Skënderaj kishin qenë klasën e 5 gratin e kishin largu për shkollimit në Skënderaj dhe vjen në përkaz, i thëshin përkaz i për ku ishte më afër Ljubovecit, dhe atë kam mbaru 8 klasën. Masi kam mbaru 8 klasën, unë na ishim një familje e madhe, dikun 38 antar, 40 i kullave, sepse Feyzullah Ljubovecit gjyshim ishte ka qenë bashkëpunëtori i Saboretinit që përfshihet në librin e profesor Skënder Luarasit dhe në librin e Tafel Buletinit Feyzullah Ljuboveci. Tani do të thotë një kull me tradita tipike shqiptare që mund atë kohë po them drejt ato tradita më do kishin pak trona. Dhe pasi mbarova 8 klasën për kaz, dëshira e prindërve me të pa ty të i gra pllogun, vëlla, shkurt. Që punon tokën 30 hektar tokë, dëshira e prindit e flakt. E pa që djali u bë me apo tokën me apo. Tash, gjeneratat e reja unë shpesh tha mjë si valë të detit. Sikur tash që i quajmë në rinin, i quajmë haker, edhe na në atë kohën tonë, po sa kishin fillu televizorat 69-70, e pashim një botë tjetër që është një botë me e mirë, sa aty ku një ku po jetojmë ne. Pas Skënderajt Mitrovicën e kisha qytet më të madh dhe më i afërt me Libonezin. Shkosha në Mitrovicë kisha do t'jem teza, aty Mitrovica më do më e bukur, ma e regjistrova tregtin Zveçan e sotit. 1-2 muaj, por nuk kisha lek kështu, nuk 3 kilometra është larg Zveçani për Mitrovice, në ora 8 mramjes gjys 9 marrante shkolla, u ktheshim në kamë, s'kishim për autobus. Dikun 15 kilometra trake rrugteme dhe thot një ditë një mek një shok i Makërmalit Hajzere kishte emrin. Thot Hajdar, thot a dalim te vozi, aty vinë thot këta beton edhe thas shprazëm. Ne ishim 15 vjetë e 16, edhe na dashëm preshëm, qa fitëshëm shkretit ka 2 orë, ka 50 kg pasini ishëm, se ishëm si ujq, ishëm të fëqishëm, a u lasë shumë balë, po kështu, në atë morë sot me arku dikën me 50 kg, na i dhashim me thonë ka 70 euro, 10 euro të sotit, apo dolarë, me thonë. E mjetëshim, e gjeta një banes shumë lirë Mitrovicë, se nuk do isha më këthy në Libonez. U hidhrova pak me babër dhe me, se atëherë veç pak flok me të rritë, ishin na u ka bo djali si kështu e kështu që u bo një thymi edhe me prindin, unë po flasë qka ku përjetu. Po një ditë që ashtu ishëm dalë me prit, mos po vjenaj vogan me shpraz, ku vjen një nuk kam bjem, një Gjakovës, një burri mirë. Dhe qa për ti këtë më që thash për nërë, po presë më shkarku, dishka shka të pa nevoj. Tho, na bojmë jargona, vjen ti mu mësu të agja. Tash me dëshirë më të madhe, më do kësi u bo për i qëllim, mua të shka një dritë e madhe. Edhe po, fillova atë një disiplinë familjare, një punë e mirë, dhe mësëshin që shqepen jërgonat me ato mashinat e mëdhaja, që shme mushat pa mukon me... Po një 2-3 muj, po. Do t'ju shkëputi pak këtu, edhe do t'ju pës. Me qenë se thatë ju për çështjen e prindve ka qenë, si ka qenë impunimi, a ka qenë impunimi i familjarëve to, se kushreve apo njerëzve që fëmija me nejt nara me punu në bujqësi, a ka pas dikush që ka thonë atë kohë që hej, duhet të avansomi, duhet dalin, si e ke kapti si fëmijë në atë kohë? Po të thëmë drejtën, a ishte e plasëritja, une isha jetë që për shkollim, po baba nuk më vipshin lek. Ata kishin dëshirë na me punu tokën, se jemi familje madhe dhe jemi stërnip të Feyzullahut edhe kur vinte musafirët nëjna ditërisht me nejt me gota këshën kame me sikur ata ushtarak kërë rrushin jashtë se bros titën kërë këm pa ashtë si rrishin me përgjajke vetë vetja kërë ishë me isi ushta ka ditëru me nejt ga ditën. Edhe ishte e stërfrume për mua atë kohë, diçka ishte e rani, diçka. Edhe po thonë nuk ma dojke mua tokë, se i pashim televizorat, po sa i kishëm marrë 2-3 veta, ka të s'ka pas ma shumë përveshëm që i ka bëhet për te, sepse atëherë Drenica ishte shumë e izolume, vitin 70-71, e izolume pa asfalte, pa autobusa,
një shkollimi ishte nivel shumë i ulët dhe unë etjen e kisha të shkollimi, po me gjithatë e vendosa edhe nëse jes pa shkollim, Ljuboves nuk thejnë edhe pikë. Thejnë, ja qita veti si detyrë, mas 3 muaj diti i kurseva pak lek, i bona pak lek sa me shku në Skënderaj me një njëftimi, e mora një lejë njëftimi se atëherë as 17 nuk i kisha. Rrezikova tani me një kushëri, i kom për Ljubljanë. Po të thëmë drejtën, një mundim shumë i madhë se gjithër po du mu këthi në kur me konë sa ma real, sa ma sinqer, se kjo botë ka sprovat ndryshme. Na kur dalëshëm, kur na pyet ke mësusit, tani më do këshin ato detyra që të mësusit, kur më kujtëshin kur gjëhiq krazi me balafacimet e sprovës të jetës. Qatë thëmë, kur kemi më rrinë Ljubljanë, më ka duk si kurs këthejna ma ashtë larkësi e madhe më ka duk, sepse për herë të pari këmë hip trenit, Mitrovic, Beograd, Zagreb, Ljubljanë, më ka duk, ja 5.000 km, 10.000 km. Dhe isha, pa, i ri, fmi. Sa që ndrove dhe si e kishe synimin, pasi u punësova aty me punu të organat, a kishe synimin e shkollimit me viju në Mitrovic, apo e kishe medalj? Edhe se zbat. Medalj, unë e kisha synimin edhe një lutje në veti kështë intime, të isha, o Zot, a bën unë me ikë për i këtuvit. Edhe do të qaj ishte synimive dhe shkollona edhe jashtë, besoj që gjithë e kisha një fangjiri si diçka do të arri, sepse një moshër e, të isha mësoj gjuhën e kryoha një farë stabiliteti aty me ata të organa, kaloj shumë mirë, për nërë kanë qenë një familje shumë e mirë, nuk kam bjem në tash nuk e dhja njëtë, po kur nuk jam harroja të mirë për 3-4 muaj sa kom qëndru, sepse njeriu njëtë do t'jetë falendrus. Unë hapa të parë për thonë prej organave ku marë. I bona pak leksa me më rri Ljubljanë, tani, kër e kom rri Ljubljanë, po i thomë të drejtën, më ka duk si jem në tjetër planeta. Duhet kthejmë në kohë, sepse sot vështirë këto së qarohen. Populli ynë, vitet 70-a, 60-a ishte, jashtëzakonisht i mbyllë hermetikisht, bile përkundër i përqeshin këta që shkojshin e për mërgim. Edhe atë kulturë, ata njerëz është mirë, hinë autobus nuk folë ka së kushtë të isha morë Zot. Këtu të nanë Mitrovic, i fundit autobusit 8-ve shtyju, mezi e hishe se me që të natë e Mitrovic. Gjithë adi, i bëjsh ato krazimet, masnej me një park kur nuk e harroj. Mas 3-4 dite, dola një park ishte ofër se gjithë friga i vrejsha në i qosh, në i samafor, në i mos me haru banesin aty ku ishim. Jo banes ishin dhe baraka kështu të punëtorëve të thjeshtë të shkojrit. Edhe kur shkoj me një park për i vrej plumbat, vishin njerëzve në krahë ndurë të isha Zot. A jam këtë bota që pëndodhë. Më duke këtë një botë tjetër, më duke si as andras kësha mendu që është ashtu a jetë. Njerëz shumë mirë, njerëz turët, nuk të folë ke kushët. Kur pëtë që ndishka unë s'dish as me i përgjyshe dhe kur s'nish gjuhën është pak vështirë. A ishe vetë, a ishe dhe me nëj shok? Isha me një kushëria i punante një ndërmarje e të parqeve, kështu të parqeve që i regullojnë parqet. Po dha i shkret ishte 2 vite ma i vjetër se unë, ta është në Suedi Asani. Tani ma vonë, ma shumë mundime sepse nuk kishin të drejten të marrën mund punë dikon pa i mbush 18 vjetë. Tani e gjetëm një farë ligje, gjetën në një furë bukve, zhito, aty kishin drejt me punu dhe në zonë, sa të ku u bëjshin paqetimet e qokoladave, ambelcirave ndryshme e bukve, u bëjshin paketimet. Aty më qoj një kushëri edhe një dhëndër, ata kishin pas shumë fjallë të mira për shqiptarët. Edhe shumë një simpati për shqiptarët, sepse po thomë, vitet 70-a shqiptarët pak u njefshin në Sloveni. Edhe po më testojnë mu, po më thonë ti me flak pak si gjata kështu, punon ti punë fizike. Po thomë, jemi koni gjenerat nuk e di Zotin si me na zgjedh kështu, gjithë jemi koni pak si ma të bukur se për tjerve kështu. A punon ti, e kishim frike si s'punojmë na fizikisht. Nuk paketojmë shpejti, nuk thash po mërë si jo.
Në 5 mëngjes duhet me orë se me ligj nuk guxoj ma herët, por në 5 për fat aty e filluam atë punë, ka pas rini studenta edhe unë nuk adin për gjuhë kështu nuk e kishja shumë fort kompleks pse nuk e di falsha u shqip ata slovenisht u tallshin me mua më pyetshin për emën, mbi emën tani më thoshin Alban, si Alban adin nuk po thon si i ri. Po për një vetë, unë e kom fosë slovenisht e kom fosë me konë në Ljubljanë. Adin edhe ku kom kalu jashtëzakonisht mirë edhe aty, shumë mirë kom kalu, shumë. Çka ishin synimet e tua në atë moshën rinore, kur fillove ta mësojsh gjuhën, të njoh gjanat, edhe përgjedhja jote si ishte në atë kohë? Se po ju tregoj, dikur mas 5-6 muaj dite, vinte gazeta Delo, ne fillojshëm punën në ora 5 mëngjesit, Delo gazetën me bicikla e shpërndash në për ndërmarrje, edhe fillova në masha gazetën edhe e lexojsha, fillova me lexu slovenisht. Edhe disa sloven aty me bryla, njëri tjetër shikoj edhe ke Hajdari po lexon, adin. Hajdari po lexon. E kështu që mirë kemi kaluar aty. Dhe si janisi? Po, janisi gjuha, janisi leximi, janisi ndryshimi, janisi janisi të mirat. Tani patjetër duhet ta përshëndes një shok një mek është në Amerikë, një biznesmen shumë i madh, John Halili. Nuk e di a keni në gjuhë për ta ju, ai ishte musafir para një vitin televizion e pash këtu prej atëherë se kum harruar atë burr. Kemi punu të njëjtën ndërmarrje. E thash qysh se takova Johnin, edhe ai kisha arrit mirë, kish punu mirë. Po thash më herët, gjeneratat janë si valët e detit, ato kur shkojnë më nalt, ato më vështire kanë këto tjera të arrin ato valët e para. E tash tu lexu gazet, e shoh thot Tiskarne Ljudske Pravice, shtëpia botuese Ivan Cankar, thot do t'i sponsorizoj nxënësat grafist për të shërbyer shtëpisë botuese Ivan Cankar. Dhe shkojën lajmërohen bazë konkursit. Prita dhe rani shikonja 2 veta para meje. Me një kulturë kështu thaman tipike Ljubljançanin. Erdha në ranë, po më thët, ju zotëri punoni diku, thash po. S'kom ditë me rajt kështu. Tha po ti edhe po punon, tha edhe qa kërkon? Thash po unë jam i ri edhe ma mërmenja si arri, tha po a din që i jenë zonë se nuk mundesh me bjetu? Ki me marrë si me thonë se $200, thash mërë e mbjetoj, nëjë është problem. Ua, po kësyrën, o më kënë gjuhë slovene. Tani po më thojnë, ju lutëm, ta emrin dhe mbi emrin, po i tregoj Hajdar Fezla. Prosem, s'ka e një, thash, na jemi ishtim Albanës, sa bukur dhe e folin slovenisht, thash, po, e kom su shumë bukur. Pirë testunë edhe diçka tjetër, krejt në regull, edhe komisioni po të pranojmë. E isha i ri, isha 18 vjeç, 19, gati 18 e gjys, 19. Dhe aty më pranuan. O në gzim i papërshkrushëm një, se dhja si atë edhe ja qita vetin se kush do t'jem maj miri për gjeneratës, do t'jem maj disiplinumi, do t'jem maj kujdeshme, edhe ashtu më ka ndodhë. Tani aty shumë bukur ku më kalu në qendër të Blanës ka qela e shtëpi botuese dhe u shtypke Gazeta Dnevnik, aty më kanë dhonë shumë mësime ata majstrët vjetër, ku marrë shumë mësime të mira, kur nuk e arru ato të mira të i populli. Të gjithë ishin një nivel me vrejt që pinë raki ose zikë dhe Hajder je i ri, mos pese dëmëtan, adit e isha e mërzat. Po baba em kështu së më ka folë. Me të vërtet një popull shumë i shkëqishëm, por kërë vrejt që tani ma vonë, mas 2 vjeteve që dhune arrita titulli majstra dhe kisha një respekt veçantë kështu. Qëndrimi e sa ishte në Sloveni? 10 vite ka qenë, po ato e vite më të amlat edhe më të mirat jetësime. Sa që po ju thëmë të drejtën, mas e mora ftesën për i rilindjes në Prishtinë, më shetë 18-ën. Kër jam këthy këtu në Prishtinë, po zotë, mas 2 muaj, për mua mësit këtë kthehe mrapa se unë jam dalë shumë i ri në Ljubljanë dhe e ku menu tani jetën si sloven tamam tipik kështu, se s'desha mu as me orë 3-4 vjetë ka marrë njerë Kosovë, po hajtë me të menu që Prishtina si Ljubljana, në krytem që ashtu, po kur erdha këtu, po i thëmë të drejtë shumë jam kanë shgeni,
se ishte një tjetër mentalitet, ishte një nënshtrem, sepse kishte edhe seb, një nënshtrem atë një folte partia, kishte struktura të politikës, thash më zat, çka gabova, kup gabova, kështu që erdha. Edhe një vend, po vjen shumë keq të them publikisht, por vend që njeriu e Zotit dhe njeriu intelektual ky vend nuk e duron fort, nuk e di pse ish me gjene, ishte një lloj mallkimi. Në Ljubljan më ishin para dur, edhe i kom tradhtue, i kom kërku falje me shkresë masnej, se unë ja ku kthy aty në me të keq, se ja vlash punën ashtu kohën, kur kishin shumë nevojë për mua dhe ka shkollum, ka rafsu mas marrë në erdha për kur erdha këto 100.000 kurtha me bërë sa që më qitër komisionet disiplinore, me çdo kur dëshin më tremë më kthy për mrapa, dëshin pse i gjeta 2-3 maqina kështu teknologji të re, që s'kan ditë me përdor, i dheza, i aftësova, pastaj unë me tjera fjallë që më kalon sytë me qelë, erdhe koha e Miloševićit edhe maran, na qitën pej puna, kështu që po të thëmë, veç që falenderoj Zotin për luftën dhe mbas luftës. Me sa po moj me e kuptue, ato 10 vitet e tua kanë qenë një rrugtim i një avansimit të një profesionit shumë të ri, për me ardhen për në vend tonin, për me qitë diçka ndri, si thuhet një fjalë popullore, por si shtatë edhe vetë jeni zhgënjur. Pra, sa që ndruat ashtu edhe kur filloj ndryshimi? Thom të drejtën, jam kon pak nacionalist, në profesion nacionalist i mirë fillt pa ju rrejt të tjerët. Nacionalist në atë kuptimin e mirë fillt të punës personalizmës dhe ne shqiptarë të jemi zotë, dhe ne shqiptarë din të kryojmë, din të jem kreator të mirë, din të jem sa që i pata hy një projekti. Dikunim që 95-ën e kom zbërthy 3 vite, 4 më ka vlun kokë edhe e kom zbërthy një inovacion timin. Tani ai inovacion më ka sjell të mira, ai ishte shpëtimi im, shpëtimi i familjes, edhe e arsyetoja të zhgënimin e asaj kohës që isha diku në zhgënim. Tash jam shumë i kënaqur për arsye se i vetë preskriusin, vetë ja mundsoj të gjitha që meni vetë tamam lirin që e gëzojmë sot meni shpirt atë liri shqiptari. Edhe po mos harrojmë se vitet 90 kur nuk e harroj se ne shumë e harrojshëm mira diaspora e Amerikës. Mira në këtë gjithë e menojnë Josefe Diogarde që e ka bu gjithat fuqi. Do thot na shpresat e vetë me kishim të Amerika, sepse këtë gjithë shka ranë në zero, ranë në fund detit, ranë gjithë shka. Ishe i pa perspektivë 10 vite, ishe të punun në shtypshkoja ilegale, të na zonë, të na maltretu, besa të na shanë në shqiptare, se na zeshin, sepse punoni për fëmijët tonë, nuk i shumë pak shkruhet për atë periudhë, shumë pak flitet për atë periudhë vitet 90-ta, se na e manim shtypin, po e manim, na e kemi ditë që kemi majtë vetëm besa, dhe kur njëri tjetër se kemi qitë kërën punu librat aspretore që i shpërdashme për fëmijët tonë. E i mo shumë kamionat me libra, për rreth e mo shumë me fletore, edhe ne shumë për shumë për ishtak, e ma shumë telefon, ma së 3-4 orë, kanë mërej mirë që shka u gëzoj shumë, po ka pasë raste ku na ka zonë në të përdore. Do të dvish prej një qendë të Ljubljanës, e dvish në një vend ku pa bo askujt kur gjë, e të presh çdo moment kur po vjen apo të kushton me jetë, apo të ishte diçka të mërshme. Po thom, robëria është diçka e të mërshme. Unë habitem me njerë e kanë harrua të robëri, Une atë licencën që u tregova, a ishte armja ime vetmja për cilën Zoti më ka ndihmu, se pa Zotin, unë jam për veti besim në Zot, besoj në religionë, nuk besoj sepse unë menoj se religionet janë edhe pengesë në shkencë, unë menoj. Kjo është veç mendimi imi, mund të mos jetë ashtu, por e falenderoj Zotin që më ka ndihmu atë edhe mas lufta ai patentimi im, ai licenca ime më ka quë edhe sot jam ku jam, e falenderoj Zotin edhe sot e gëzojmë një tretman bukur të mirë, me familje, me shokë, me miqme, edhe e shoh atë frytin tim që e kom mbjell dikur. Lufta mbaroi dhe
si ishin sunimet tua, çka do të bësh edhe si do t'ja fillosh edhe si erdh mundësia jote. Faleminderit. Prap do të them të lufta tash. U kthym prap në rilindje, e bëm rilindje si dikur, por pa kuptohet pa serb, sepse ata vetë ishin ata që kanë bokrim dhe s'kan dash më të kthehen aty. E bëm tamam kolektivin, e formum strukturat, e morëm drejtorë rije, gjitha të fillon, por nuk shkon 6 muaj, 7 muaj dhe unë ika e pash se nuk është më për Ajdarë e vend prap. E kisha në Shtypshkoj në breg dindet, një Shtypshkoj mini të vogël ku kom kry shumë punë aty, nuk e ka ditë pushtetit, se pas ditë edhe ma kishin pas diktu si duket gjatë luftës ma kishin kallat Shtypshkoj të vogël. Më vjen një telefonat, thotë se pronari ta ka rujt një thik. O, zë thik e madhe, i ka pas 2000 kg, tha shmur ka mujt atë i shet djek krejt. Tha jo, tha kur i kanë para se me ndjek Serbia, tha me djev vetë e ka marrë atë thiken, e kanë shmontu, e kanë qu më të naltin katë, me lajme që të ka shpetuaj e thikë. Së do të më ka do kësikur sot me thonë 1 milion euro, jem shkue, i faderej shumë atë familje, e ku marrë atë mashinë, e ku më startu me to, mas nej, erdhe OSBE, OSCE, kishin nevoj për ligjet e aplikush për Kosovë, me nxirr me numra, në vend shkronja me numra, rilindja nuk e kishte atë mundësi, unë isha i vetmi në Kosovë që e kisha atë mundësi. Edhe vjen një aligovori drejtor, ka qenë ndjeri, me një agim Gosalcin, të dy të vinë të unë e thonë, hajdare, kemi një projekt shumë madh për OSBE, sa jenë gjendje me marë, bisedu me ta, e kështu e thash, por, pa problem, heq, unë e kisha i vetmi, e disha që s'kan ku shkojnë jashme, aty filloj tani. Ajo e mira e punës time, ajo e lavërdia, edhe startova, tani edhe për zyrën amerikane, kom përnu në 2 projekte, kështu që i mora kombet dhe fillova dikon 2004-2005 ma veç startova mirë, vyshëm, sot që ndroj mirë, me dikon 13 punëtor, i kem që atë dikon, e kështu. Dhe të rego një ditë, një rutinë ditore se çka bëhet aty. Prej mëngjesit e deri në mramje. Aty të regoj kështë drejtë. Po të regoj ka njerë ka, aty që ishe edhe punën për veti për pishta sa ma mirë me i prit ata mosafer, po adin ka njëherë, edhe ata ka aty këtu në jo në shtetë e pranë. Kusha më thirë në telefon, unë isha në ciklet me gjithë strukturët letre, sot, po të tajdarë, po të presë thash, po anajtë më rëburë, ma i krytëm gjitha, ishte një kryus kështë. E më pritë i ngrati, po më bike gjitha, po pse pritë, tha, mu është me për 2 ditë ma bo liber, thash, po s'muna, më rëburë, po nuk, liber është taja, më rëburë, për shtap ke pritë që një orë. Kështë që, mirë, i pata diku thom një 3 shkrimtar, po të mirë, e lanë njënë një liber me poezi, tjetër e kishë në gjuhë gjermonë dhe shqipe, ajo thirët klik-klak, edhe një revist, një gose, një OJC, një organizatë jo qeveritare, kështu që çdo ditë zotë na kem 4 titull, 5 titull, kështu që brana vitit na i botojmë dikon 1800 titull deri në 2000 titull, brana viti. Wow. Po, është, tani prej Amerike, prej ju, botojnë shumë të ne, i falenderoj dhe i përshëndet gjithë ata, i kemi dikon një 12-15, në më Helvelajnë që të masën e kam viktë mirë, e kështu me radhë, po të ne botojnë edhe këta, mu kë jam e diasporë, nuk më pëlqenë, bashkën tanë që jetojnë për shamë në Amerikë, sepse bota se servir me afer, se për në mundësoj rrjetët sociale, ja, mu më duke se jam tash në Amerikë. Po ne kom edhe gocën në Amerikë Lenën, e përshëndes shumë. Okay. Është në Tennessee, e ka një qonarin, me burin punojnë, dhe kanë bërë shtëpinë e vete, i përgëzoj, ajo punën në poshtë të shtetit, e ajo ka qenë kraj djathtë imi, Lena ka qenë punëtore madhe, dizajnere shkelqyshme, e kështë tash e kam edhe qunën Albanin, ajo ma zavendëson Lenën, është një inxhinier i mirë, një inxhinier i teknologjisë.
I kam gjithë afert. Nga të erdhë me alon emnin Lena Grafit. Tash, këtë gjithashtu fshet gati fillojnë me grafoloni, grafoprinti, unë tash hajtë të qesin për para emrin e qike, sa kupton, Lena ishte ajo shtylla, e donte shumë kompjuterin, e donte shumë punën edhe e kisha krah djathtë. Tash po e pakzoj me emrin Lena, sepse më herët atë shtypshkojnë që më kanë ndjekë e kom pas në emrin djalit, nuk e kom pas të regjistruar, por Alp Shtanc është quajt Alp Shtanc, për arsye se atë inovacionin që u thash më herët, ajo thirret në makinë Shtanc, makinë dhe 95-ën, këtu e kam, nuk e di a mund të shifet në kamerë, jo, është shumë problemu po. Okay. 95-ën e kom gjerë ekzemplarin e parë që e kom dizajnuar me Lenën, me edhe këtë. Kjo është një teknologji për ata që nuk janë grafistë, shumë probleme e kuptu, për dhe grafistë edhe ma problem, sepse unë jam për momentin i vetëm në ashtan në Evropë, në Francë nxirret një pjesë, në Kinë edhe në Amerikë. Kjo teknologjia që unë e aplikoj tash, jemi para një kontrate me një kompani të madhe italiane, shohim se a do t'ja arrijm, a do të pajtohemi ajo, ç'është. A je kurreshtar për mi u lanë fëmijëve këtë profesion? Absolut se po. Bile unë e kam marrë dhe një makinë të vogël që i punojmë këta bexhat, edhe e kam marrën, është besa ime dikoni ka 12 vjet, është Jona 9 vjeçare, dhe e kam atë makinën e vogël këta bexhat me rumbullak, ato dyja i nxjerrin. Wow. Gëzun sot, gjysh, bravo, se na i bojnë e veta, kështu që edhe fëmijëve po shumë jam si të thëmë i përkushtum dhe familjes të tjenë trashëgimtar të kësaj lamije, sepse është një lamije qytetarit, është një lamije mirë, është një lamije që tjenë gjithër me intelektual, me kryesnëshëm, është një lamije e butë, kështu po thëmë për qytetarin e mirë të sjellë shumë të ndershëm. Atëherë do t'ju pyes sa jeni të kënaqur me punën e tyre të shkrimtarëve të ri, me qenë se ata nështë edhe historinë se njohin, por gjojnë, shkruajnë, botojnë, si e klasifikojnë këte me shkrimtarët më të parshëm, më të vjetër që janë? Po, unë të ne kemi rujt disa raporte se ma herët kur fola për rilindjen, bëj përjashtim prej redaksive gjithër kanë pas shtres më të naltë, kuptohet, shama redaksia e rilindjes, se kishte një strukturë intelektualësh, e zërit rinis, e pionierit, e revistave, ata ishin në nivel më i lartë dhe kemi rujt raporte gjithherë të mira me ta, se sot botojnë për shkak shkrimtarë më të mëdhenj të ne, siç është Ibrahim Kadriu, është Frans Bezhala, është Ramadan Mehmeti, shumë, po edhe me krijues të ri që më pyetet, unë gjithherë i presh edhe më mirë sepse ai sot është shkrimtar i ri, na del me një libër të vogël, po nesër mund të një shkrimtar në shumë madhe, ai e marr me librin e parë ku e ka botu. Kështu që për ato pengesat, se unë në start e një në gjuhë, kur më drejtohet të di fillë e di se ku i mungon e s'ka i mungon, edhe sugjeroj nëse nuk e ka material në lektorum, i sugjeroj nëse nuk e ke lektor, ne kemi lektor profesional, sepse ne është pintor botu se kemi dhe redaksin tonë, i kemi 3 krijues që punojnë të ne, është Delikajtazi, është Dritë Rohane, është Drita Kosumi Syla, dhe është Halil Xhani. Që kemi redaksin e plot, dhe krijues të ri të une e kanë rrugën e hapur dhe i pres besoj që mas miri. Ku mund të drejtohen njerëzit në çfarë faqe apo në... E kanë Lena Grafik me Hotmail, email me Gmail, me gjithat i kanë. E kemi dhe faqen tonë që Çuni Regati, Albani. Edhe i kanë numrat gati gjithse ata krijues krejt me zveti njihen edhe njëri tjetrit nuk ka ditë zotit që së mlajmëroj ka 4-5 ka. Po, është vërtet që kem dhe një shtres të rinis të mirë, po ma shumë krijuese, shumë interesant. Nxënësat e klasë 5, 6, 7, sidomos Ana e Suarekes, në këtë vit më ka befasu, ma herët ishte e vështëris, po për krijues përgjithësi Klina edhe Gjelani na prin. Në bazë një
shënime që rimaj një flux kështu e kemi herë, po klina me gjithat me kryus është pothuajse e para. E ka një shoshni kompakte. Unë shumë i kam lakmi kur na vinë 4-5 pe kline, pra në Bëzhala, Zonë Xhexha, Ismet Krasniqi Lala, na vinë tub kështu. Virë bashkarisht të Hajdari, pranje shumë i mirë, e ka pas dhe një shkrim sofra Hajdarit. Thot se po Hajdari nësë do të kuptoja grafikës, nuk s'muna me paramenu grafikën në Kosovë. Sepse vitet e 90 është të vërtet që unë isha një lloj mësuesi i shtypshkronja private, se nuk ishin përvoja me teknologjitë ndryshme, thjesht si bëhet montazha, si bëhet kjo, si bëhet ajo. Unë isha një alfa omeg, sepse e njehja grafikën me montime, me të gjithat kështu për jasë zhë, vetëm me shtyp që unë nuk shtypi, as atëherë nuk është profesionimi shtypi, por me i sugjeru me i mësu po. Me të vërtet, a ke mendu ndonjëherë që të botoni edhe në gjuhën angleze të punësosh njerëz në një gjuhë tjetër? Unë kom një mik njërë, është një Mark Perry, është anglez dhe përshëndes Mark, është një anglez shumë i mirë, një burë shumë i mirë. A i ka botu të ne. Në fillim, se qunim për këthen, po jo, nuk e kom besu, po i thom drejtë, nuk e kom besu edhe, nuk e kom besu këtu që do të vina i herë, diqysh endem duke të ndër, sepse gjitha të mundime, gjitha të ujtje tjetës, po në fond të gjitha po shpaguj kanë, është ajo fuqia që u thash më herët, është ajo që njeriu që mbjell në rini dhe të akorë në moshë të shtyrë, qoftë me tërë familjen, është ajo dhuratë e Zotit, është puna e kërprisit familjes, sepse nëse familjari i prind mirë familjes, pa dëshim që do i kesh dhe ata pranë e të gjuhë angleze të kryus të huj kështu që kemi edhe për tyre, bilim ka pas asim që më ka pita a shtip në gjuhë arabe. Ashtë po shtipo, pa problem veç, pa problem, sepse veç materiale është i gatshëm, e falëndër edhe bibliotekën tonë kombëtare Pjetër Bogdani, e cila është shumë korrekte me ne, Ministria Kulturës pashtu sponsoron i ndihmon autorët, ade nuk ban me i kalu këto 2 pika sepse qa është diçka e mirë, është e mirë edhe mund pëlqen ajo. Në bibliotekë për shembull jo si në libër sot, unë i bëj kërkesën për ISBN, ta pajisim me njëherë krijuesin me katalogim të pajiset licencohet me tjera fjalë. Biblioteka përgjigjet për 2-3 orë. Kështu që i përshëndesën shumë mirë edhe ata. E do të thotë edhe për gjitha institucionet tjera me pas të njerëz të mirë që çdo kon në koment se as shpejt po na kemi në rini vërtet mrekullueshme. Kanë aty pak nështë që unë kur me këtë kulturë, pa u keq kuptu s'pajtohen ende, sepse nuk kanë arritë edhe atë slovenën teme, po me gjithat është mirë. Atëherë, me të vërtet, ka po ju shikoj, tham me bo me këthy kokën pak nonën e djathë, mos më ju shiku, më duke se kur po flas me një djalë të ri që ka pasion dhe dëshirë për punën e tij, për profesionin e tij të vazhdojë edhe me 100 vjet. E kështu që unë uroj çdo të mirë në jetë, edhe kisha pas dëshirë një mesazh për të gjithë shqiptarët ku jetojnë në botë, të dinë se me të vërtet kjo është një gjë shumë interesante kur pasioni dhe dashuria për një punë që e bën nuk të largon kurrë, gjithmonë të mban afër. Absolut, e vërtet. Faleminderit shumë, po i përshëndes edhe një herë bashkëbashkëtar kudo që gjenden. Atë që punojnë kur mos i mendon se djersën e tyre do e hajde kush jo, s'ka shans. Djersë ajo do të kthehet te ti. Nuk do të kthehet ajo sot, do të kthehet mas 30 vjet, 40 vjet, po dhe mas 50 vjet ishte më e sheshme, më e mira, më e ëmbla. Kështu që mos zgjenihen, të vazhdojnë me punë, por me punë sinqert dhe të jenë fanatike nacionalist punën vet që të arrijnë treja. Tash unë nuk e di kamera ju ja mund të rrok për shkak është kjo abeced në gjuhën italiane. Këtu është ajo filozofia e këtyre shkronjave ose si nxirren prerja atyre. Këto veç ëndër me thonë një grafisti profesional të Kosovës që kom bisedu me të Hajdar më bëjën lese je ëndër. Ajo është diçka që nuk realizohet. E mos harroj edhe këtë se më duhet patjetër
kur ka ardhur një përfaqësues i Heidelbergi Gjermanisë dhe i ka pasur se i nxjerrë këtë abecedë kokën tha Hajdar, po thjesht në Gjermani tha për ty të shkon të shtypi Gjerman 3 muaj. Unë tha befasova sepse është pa rrymë elektrike, pa kur gjë, po e krij çat proces këtë në mekanike dhe masa i bën sa dush 2 mm 3 5 5 5 10 sa dush. Kështu që u meta bosh do të thotë edhe këtu a them bashkëkombëtare tanë edhe këtë fjalë diaspor mergim i shkret jo, nuk ka i shkret mergimi. Mergim s'ka mergim, na kjo lihem gjithë këtë glob. Shqiptarë të rrofshin kudo që janë, po të rrojnë me punë të mira, me qëllime të të mira, me kulturë sa më të lartë. Nuk kam qef i du shqiptarë të kulturuar të nëshme të mirë, edhe milion tjerë për shqipë që edhe shqiptarët të jeti kulturuar një nëshme dhe kulturë i madhë. Kjo është ajo imja. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e imja, me të vërtetë të ndëgjoj një histori shumë interesante, me të vërtetë për 5 dekada edhe nuk ndalon ende, duket se ti do të vazhdojsh edhe një 5 dekada. Faleminderit shumë edhe juve e shletë suksese në vazhdimsi. Pra të nderuar shikues kudo që jeni, ja pra shikoni se çka është pasioni dhe dashuria e një personi që e ka dashur me fanatizëm, e ka ruajtur edhe në fund ja ka dalën. Kështu që mirë, unë dëgjofshim deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV, ku shikohet në kanalin 39, në TV Alp, kurse në Nimi TV në kanalin 250. Mirë mbetshje.